Një sasi tritoli shpërtheu në derën e shtëpisë një 63 vjeçareje nga Vlora. Sipas informacioneve të policisë, ishte ora 23:40 kur në rrugën Alidemi në lagjen Partizani eksplozivisht shpërtheu, por fatmirësisht pas la vetëm dëme materiale. Ndërkaq, pronarja e shtëpisë tregoi për mediat se nuk ka konflikte. Njëve si u quajnë? Rakeza. Vetëm jam. 12 paca. Erdi policia? Po. Ishim këtu me mua gjithë. Ishte shpërtimi i fuqishëm? E dëgjova më shumë botim. Keni pasur konflikte, ku keni punuar para? Jo, fare asnjë gjë. Pas çfarë mendoni? Po çfarë mendoni? Që mund ta kemi thënë? Nuk e di. Unë si gjë fare. Jam habitur dhe vetë. Bakie Zoto është e ëma e Gentian Zotos, i cili është dënuar për atentatin e 10 majit të 2019 ndaj Inez Hajrullës. Gjykata e apelit e ka shpallur atë fajtor me 35 vjet heqje lirie, si një nga 4 autorët e krimit të mbetur në tentativë. Në momentin kur Inez Hajrulla u qellua me breshëri plumbash ishte në lokal. Kjo ngjarje përfundoi edhe me plagosjen rastësore të një qytetari që ishte duke pirë kafe.